abuzimi dhe feja. Edhe brenda fes apo sekteve të ndryshme fetare mund të ketë gjëra që mund të përjetohen si abuzime nga personat që ndjekin. Po ju sjell 3 shembuj konkret që kanë ardhur tek mua për të punuar. Shembulli i parë, një person që kishte zhvilluar një intolerancë shumë të fuqishme ndaj diellit dhe nuk dilte, nuk ekspozohej fare në diell. Duke punuar së bashku, më tregoi që ajo kishte qenë me një sekt fetar, nuk e kishte zgjedhur vetë, por familja kishte qenë me atë sekt fetar dhe kishte vendosur në një moshë të madhe që të shkëputej. Ky sekt, disa përfaqësues të këtij sektit fetar i kishin thënë që ajo do digjej në ferr nëse shkëputej. Dhe këto fjalë, pra imazhi i zjarrit, imazhi i ferrit, edhe shumë kërcënime të tjera që ata i kishin bërë, krijuan tek ajo në mënyrë të pavedishme intolerancën ndaj gjithçkaje që ishte nxehtë deri tek dielli dhe mos ekspozimin ndaj asnjë gjëje që ishte nxehtë. Rasti i dytë. Një person vendos që të shkëputet nga një ambient, një sekt fetar, dhe përfaqësuesit autoritetet e sektit e kërcënojnë që do ta ndajnë nga familja nëse personi ndahet, nuk frekuenton më atë vend, atë institucion e të tjerë. Rasti i tretë. Në një institucion, në një sekt fetar, autoritetet i kërkojnë një nënë që të marrë ditarin e vajzës 15 vjeçare dhe t'ia çojë, si thuaç, këshillit apo bordit të autoriteteve të këtij institucioni apo këtij sekti. Dhe nëna e merr ditarin intim privat të vajzës 15 vjeçare dhe u çon atyre që e lexojnë dhe e therasin vajzën 15 vjeçare dhe si thua i bën një formë interrogatori duke e injoruar, duke e poshtëruar, duke e bërë të ndihet me turp dhe me faj, për sa i përket gjërave intime personale që vajza kishte shkruar në ditar dhe sidomos një puthje që vajza e kishte dhënë një djali, siç është normale në moshën e saj. Të gjitha këto gjëra mund të jenë forma abuzimi. Abuzimi që vjen nga një ambient ku duhet të mbizotroj mirëkuptimi, dashuria, sepse nëse ne jemi të gjithë fëmijë të Zotit, Zoti na do të gjithëve njësoj dhe kemi lirinë që të zgjedhim ku të shkojmë, kur të shkojmë, ku të praktikojmë, kur të praktikojmë, me kë të praktikojmë. Nëse nuk duam të praktikojmë, ne ngelemi gjithmonë fëmijë të Zotit dhe Zoti nuk është këtu për të na dënuar, por është këtu për të na ndihmuar dhe për të na mbështetur.